ironia më e madhe në gjithë botën, jo vetëm Shqipëri, është që çdo shkatërim gjithmonë justifikohet me zhvillimin. Pra, thuhet që zhvillimi ka edhe sakrifica, edhe është e vërtet për hir të zhvillimit, nëse kalon një rrugë strategjike në një vend, një dy shtëpia do prishen, një tokë do zihet sigurisht, po bëhet për fjalë për një rrugë të madhe e cila lidh dy shtete për rrugë shumë strategjike. Kjo është tjetër gjë, ndodh që zhvillimi bën dhe sakrifica, ndërsa në pjesën më të madhe kjo përdoret për të mbyllur gojën njerëzve. Pra, ti që je kundra këtij investitori strategjik, ti je kundra zhvillimit dhe ne duam zhvillimin e Shqipërisë. Ai zhvillim që proklamojnë që reklamojnë më të madhe politika dhe politikanët është një zhvillim që intereson vetëm politikanëve për mendimin tim. Ata kanë ca shifra për deklaruar në Europë, apo në ashtu kanë ca shifra për deklaruar para elektoralit vetë që janë ne kemi bërë këtë që të fitojnë zgjedhjet, pra është totalisht e anshme si koncept, si definicion. Ky nuk është zhvillim. Dhe zhvillimi në asnjë mënyrë nuk duhet bërë në kurizë të mjedisit